Kiara Tito, moderatorja e dashur për publikun, ka përcjell një mesazh të ndjerë për festën e Bajramit përmes një fotografie simbolike të një xhamie të ndriçuar nga drita e pasdites, duke sjellë një frym paqeje e reflektimi. Në këtë postim, që tashmë ka nisur të shpërndahet me mijëra herë në rrjet, ajo shkruan: "Gëzuar Bajramin të gjithëve. Uroj që kjo ditë e shenjtë t'ju sjellë paqe, dashuri dhe gëzim në zemër, fjalë që shoqërohen me një zemër të bardhë dhe një hënë, simbole të pastërtisë dhe besimit." Kiara nuk ka zgjedhur thjesht një urim formal, por e ka kthyer këtë dedikim në një ndjesi të përbashkët me të gjithë ndjekësit e saj, duke prekur shpirtin e festës, jo vetëm si një ditë faljeje, por si një moment që bashkon zemrat në lutje dhe mirënjohje. Ajo ka treguar edhe një herë se përveç shkëlqimit në ekran, di të përçojë mesazhe me ndjeshmëri, respekt dhe dashuri, veçanërisht në këto ditë të mëdha që kërkojnë më shumë mirësi se kurrë. Njerëzit kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale, duke e falendëruar për urimin e sinqertë dhe duke e komplimentuar për zgjedhjen estetike të fotos që shoqëron fjalët e saj. Në një kohë ku shpesh harrojmë domethënien e thellë të festave, Kiara vjen si një kujtesë e butë dhe elegante për të gjithë, duke na ftuar të ndalemi pak, të shikojmë përreth, të falim, të përqafojmë, të lutemi e të falenderojmë. Në heshtjen e shenjtë të një dite që mban frym, zëri i saj ka qenë një lutje e hapur për më shumë paqe, më shumë dashuri dhe më shumë gëzim në zemrat tona. Festa është edhe më e bukur kur ndarja bëhet me shpirt. Gëzuar Bajramin nga Kiara dhe nga të gjithë ata që besojnë në fuqinë e fjalës së mirë.